Unë jam Klodi Leka, jam aktivist Lëvizjes Bashk, nuk jam nga Durrësi, megjithatë kemi njerëzit tanë të Durrës, por edhe pa qenë nga Durrësi, mendoj se Durrësi është nga ato qytetet cilët ne jemi pjesë e tyre dhe ata janë pjesë tonë, pa qenë e nevojshme domosdoshmërisht që të jetosh në të. Për mua është kënaqësia dhe privilegj i veçantë që do ta moderoj këtë takim. Është kënaqësi sepse do hap takimin në një qytet i cili është ndër më të vjetrit e Shqipërisë, është i qytet 3000 vjeçar, i qytet që ka ekzistuar para se të ekzistonte edhe vetë Shqipëria, i qytet i cili ka det, ka mal, përmbi të gjitha ka njerëz të jashtëzakonshëm, punëtorë, të mrekullueshëm, jo vetëm vendas, por që vinë nga të gjitha krahinat e tjera të Shqipërisë, qoftë nga veriu edhe qoftë nga jugu. Është edhe privilegj i veçantë sepse do më duhet të të prezantoj një nga listat më të mrekullueshme që Lëvizja Bashk i paraqet popullit shqiptar për zgjedhjet parlamentare të 11 maj. Unë nuk do të merrem tash me të gjithë, ti marrë dhe ti analizoj tek e tek, sepse secili prej kandidatëve të Lëvizjes Bashk në zgjedhjet parlamentare të Durrësit përvajson vetvete diçka që është e jashtëzakonshme edhe që unë e mendoj si i farë mrekullie të demokracisë. Njerëz që vinë nga gjitha shtresat, nga gjitha kategoritë, nga gjitha backgroundet kulturore të vendit tonë. E funditës edhe për këtë quhet Lëvizja Bashk, si lëvizje e cila nuk ka në përbërjen e saj, marrim shembull vetëm pedagog ose avokat, siç kanë gjithë lëvizjet e tjera, ose partitë e vjetra ose të reja politike. Por Lëvizja Bashk është një lëvizje e cila ka në thelbin e saj, në listat e saj, në organikën e saj, njerëz që janë qoftë të rinj, qoftë pensionist, qoftë punëtor, qoftë profesionist, jo vetëm si antar të thjesht, por edhe si pjesë të listës garuese për zgjedhjet parlamentare të 11 maj, që janë zgjedhjet mbase më historike, në të cilat do të përballet populli shqiptar në 35 vitet e fundit pluralizëm dhe demokraci. Por Durrësi, ashtu si Shqipëria në vetvete, pavarësisht se është një hapësirë pozitive dhe e bekuar me gjitha mrekullitë natyrore edhe njerëzore, për fat të keq, po ta shohësh në statistika, në raporte, në kronika televizive, vazhdon të jetë një qytet i cili është krejt e kundërta e resurseve dhe bukurive tia natyrore. Po ta shohim një punëtor, tu kam rastin dhe atyre që punojnë call center për shembull, punëtorëve të rinj. Një punëtor paguhet më pak në Durrës se sa në Tiranë, edhe pse i ndajnë shumë pak kilometra mes njëri tjetrit. Durrësi gjithashtu është një qytet pavarësisht se ka njerëz të paqët, po ta shohësh në televizor dhe në statistika, duket sikur kriminaliteti dhe rënja e sigurisë janë me hapa të shpejtë. Është një qytet i cili ka resurse dhe burime të mëdha, por nga ana tjetër ka edhe papunësi të madhe. Është një qytet i cili po çmontohet qoftë nga trashëgimia e tij historike, e cila është varrosur në beton, qoftë nga porti historik, strategjik, industrial, porti më i vjetër dhe më i rëndësishëm në Shqipëri, i cili po i falet oligarkëve, edhe qoftë nga përfaqësimi jo serioz politik. Kemi 35 vite që një qytet i cili mbahet si qyteti i universitetit, si qyteti i njerëzve të kulturës, si qyteti i intelektualëve, vazhdon të ketë një përfaqësim jo dinjitoz, qoftë nga partia në pushtet, po se po, qoftë edhe nga partitë e vjetra opozitare. E vërteta është se Edi Rama nuk po bën më batuta. Edi Rama po bën sharje, po bën diskriminime, paragjykime. Ai ishte para disa ditësh në Durrës, edhe ti si i quajti qytetarët e Durrësit, pjesën maskullore të saj, i quajti njerëz me bisht. Ishte këtu në takimet me gratë e qytetit Durrësit dhe i quajti qytetarët e Durrësit njerëz me bisht, domethënë. Po në fakt njeriu vetëm me bisht në Shqipëri është Edi Rama. Ati cilit i kanë shkuar gjithë shokët, qoftë edhe deputetët e Durrësit i kanë shkuar në burg. Njeriu me bisht është ai i cili po e kthen portin e Durrësit në lagje për pasunarët. Edhe po e le Durrësin pa port, Durrësi 3000 vjeçar, i cili është qytet 3000 vjeçar pikërisht për shkak të portit. Njeriu me bisht edhe i pacivilizuar është ai që po e zhyt
po e vret trashëgiminë kulturore në peshën e betonit. Edhe Zotoni, se nuk do ta traftojnë kur besimin tuaj dhe lëvizjen bashkë nuk do e shihni 3 muaj pas zgjedhjeve, do ta shihni para zgjedhjeve, do ta shihni edhe pas zgjedhjeve, do t'i vazhdojmë kauzat tona, qoftë për miratimin e minimumit jetik, qoftë për pensionet, qoftë për mbrojtjen e hapësirës publike, cili do të qoftë rezultati në 11 maj. Sepse ka 2 mënyra përmes cilave mund të ikë një kryeministër zullumçar. Një është vota, 2 është revolucioni politik. Edhe nëse Edi Rama nuk ikët me votë, historia ka treguar se persona të tillë do të ikin përmes revolucionit politik. Por ky film është shumë e keq për të Shumë faleminderit.